Profesori dhe njohësi i çështjeve politike, Shrefi Meri në një prononcim për mediat në Kosovë ka folur për formulën më të mirë për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Profesori Meri ka treguar se me cilën parti vetëvendosje duhet të formojë qeverinë e re. Dikur e kam pas seksuar, nëse lëvizja vetëvendosje nuk fiton shumicën për formimin e qeverisë së re, duhet të hyjë në aleancë vetëm me LDK-n, sepse normalisht ajo parti që është e para në përfundim të votimeve ka të drejtë të hyjë në koalicion me partitë të tjera për të pasur në kuvend 61 deputet. Aleanca me partitë e tjera opozitare nuk ka perspektivë për qeverisje të qëndrueshme, sepse ato janë parti në shërbim të Serbisë fashiste, vlerësoni Meri. Ai më tej thekson se Kuinti nuk I intereson absolutisht që vetëvendosja të drejtojë Republikën e Dardanisë. Kuinti është interesuar për formimin e qeverisë në partitë opozitare, të cilat vazhdojnë të ecin në shina dhe tradhtisë, që pa dishtruar kryetradhtari Thaçi dhe marioneta e tij Sa Mustafa, me pikësynimin për ndarjen e Republikës së Dardanisë për interesat e Serbisë fashiste, thot ai. Tutje profesori thekson se qytetarët e Kosovës kanë votuar në masë të vogël, duke dhënë mundësi opozitës për të ardhur në pushtet. Në zgjedhjet e 9 shkurtit votuesi Dardan për shkak të marrëzisë që I ka pllakosur, ashtu si dhe votuesit në Republikën e Shqipërisë londineze, u paraqitën në zgjedhje në masën 40%. Kjo pjesëmarrje ka që ullët për fajin e tyre I krijon mundësi opozitës tradhtare të vinë në pushtet. Në këto kushte populli Dardan le ta gëzojë dhe t'i pit lëngun. Pushteti të opozitës e cila ka për ta kthyer Republikën e Dardanisë në koloni të Serbisë është e turpshme për ne shqiptarët në mbar trojet tona etnike, që Republika e Dardanisë ende nuk e ka fituar plotësisht pavarësinë. Kryeministri Albin Kurti në bashkëpunim me presidentin Vjosa Osmani dhe kryetarin e kuvendit Glauko Njufca bën ç'është e mundur për rivendosjen e sovranitetit në të gjithë territorin e Republikës së Dardanisë, duke I zhdukur të gjitha strukturat paralele serbe në veriun e Mitrovicës, duke flapur dinarin nga qarkullimi monetar dhe duke u dhënë një mësim të mirë terroristëve serb gjatë provokacioneve të tyre në Banjsk, por çuditërisht votuesit Dardan u shpërblyen me pjesëmarrje në zgjedhje në masën 40%, thot eksperti. Profesori Meri vlerëson se nuk ka asgjë për të llobitur në të mes, sepse shqiptarët që nga lashtësia Pellazgo I Liri dhe deri në ditët tona, të keqen e kanë pasur dhe vazhdojnë ta kenë brenda vetes, kanë qenë për herë varrmihës sipas tij të vetes, çka I ka pas ardhur dhe I vjen shumë. No është grekoslavizmit.